Je një nga lojtarët më të mirë të Parisi, ëh? Edhe gjithë tifozëria e mbante Mbappén si një nga yjet e ekipit. Po lojtari më mirë ekipit po them. Dhe po të bën gjithë tifozëria po bën tifo për ty. Kështu që unë, për shembull, po të isha në vendin e Mbappés, unë mendoj se do negocioja me klubin që mos tikja pa lek, a kupton? Domethënë që klubi të përfitonte diçka nga unë. Jo tikje me parametra zero, vëllazër, është pa Po sens. shiko, këtu futet një element tjetër në lojë. Kur Mbappéja dihet që ka foto që 9 vjeç murin plot me Real Madrid. Po, tifoz, Ka qenë tifoz që i vogël. po. Kur i vjen kjo oferta nder, ka dashur gjithë jetën të shkojë atje, nuk e ka fshehur kur që do të shkonte te Real. Po, ka qenë nëpër media gjithë kohën. Tani, po i vjen kjo mundësia, Reali negocion dhe ka më të lehtë kur thot, "Kti mbaron kontrata për një vit." Thot, "Unë të pres edhe një vit, se unë nuk të kam ty në ekip. Parisi të ka. Unë nuk paguaj të 200 milionë euro për ty, jo se nuk i kam, po kur unë të marr pa lek. Por çfarë të marr ty, paguaj edhe 200 milionë euro më shumë. Pra unë të marr t'jap rrogën më të lartë në ekip që ja ka dhënë, që prap nuk është se e blen me zero. Vetë të blesh dikë me zero, nuk e blen me zero. E blen shumë shtrenjtë se ti pagun rrogën atij. Ore, më Dhe rregull. kur pagun rrogën më të lartë në ekip për Mbappén, ky lojtar nuk është free, nuk është kurrë nuk mund të jetë free. Shive. Si më thon tani do blej një makinë, makina është pa lek, po Chelsea që ndes makinën është 200 milionë euro. Jo, zemra, por nuk si- është pa lek. një sekonda. pastaj. Ja Flori. Për gjithë ju që pëlqyet këtë episod, gjithë prodhimet tona e gjeni në YouTube te Kandale, na ndiqni, bëni follow, 7 vjet fati mirë dhe mundësia për fituar një rush.